Olsa Muhameti, autoria e Big Brother VIP Kosova 3 ka qenë e ftuar së fundmi në natën me Aulonën, ndërsa ka folur edhe për Gjestin. Nelin, gjatë bisedës për eliminimin e Gjestit nga programi, autoria shprehet vazhdimisht ne e nxorëm Gjestin, Nelin, pastaj shpjegon se e ka nxjerr publiku. Megjithatë gjatë kohës që flet për banorët, ajo nuk referohet si një eliminim i konkurrentëve në bazë të votave, por nga produksioni. Nelin, ndërkohë teksa Aulona e ka pyetur për lojën që po bën Gjesti në Shqipëri, Olsa thot se s'pëluan dhe se fansat e tij janë vetëm disa adoleshentë. Nelin, Aulona, ti nuk e shikon fitues. Nelin, Olsa, topit i ka rënë një gjys bombe në dorë. E para Gjestin duhet ta nxjerrin me demos fitues. Nëse unë do të isha në produksion të më kishte rënë Gjesti kështu tani, unë do e nxirrja Gjestin me demos fitues, sepse kam publikun e Kosovës, sepse kam Gjestin që mund t'i kem bërë kontratë të. Por kuptoj që Gjesti nuk mund ta fitojë këtë BBV për shumë arsye. Pastaj shoh personazhet e tjerë, po hajt më po e bëj një syqor e po ja jap Gjesti. Kur shoh personazhet e tjerë them si mund ta fitojë Gjesti krahasim me këtë. Kjo është logjika që bën